Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga Sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat tradicionale greke, është musaka, është një nga recetat më të shijshme. Unë ju sugjeroj të qëndroni dhe ta përgatisim së bashku. Na duhen 5 patullxhan. I lajmë shumë mirë, i presim në këtë mënyrë, mund të zgjidhni edhe formë tjetër prerjeje sipas dëshirës. Do veprojmë kështu me të gjithë patullxhanët derisa të mbarojmë. Unë kam përdorur 5 të tillë. Pasi janë gati, do t'i vendosim në tavën e pjekjes. Mund edhe t'i skuqni në tigan, por duke i pjekur janë më të shëndetshëm pasi në tigan vërtet bën më të shijshëm, por përthithin shumë vaj. Ndaj unë sa herë që e përgatis gjithmonë i pjek në furrë. Pasi i kam vendosur të gjithë në tavë, kam shtuar krip, pak vaj ulliri dhe i kam pjekur në 200 gradë derisa janë pjekur mirë dhe kanë marrë atë ngjyrën e tyre. Ndërkohë që piqen patullxhanët, përgatisim edhe 4 patate. I presim gjithashtu në feta jo as të holla dhe as të trasha në mënyrë që gjatë pjekjes të mos digjen. Edhe me patate do veprojmë në të njëjtën mënyrë si me patullxhanët. Do t'i vendosim në tavën e pjekjes duke shtuar një letër kuzhine poshtë, letër pjekje pra. Kam shtuar krip dhe pak vaj. I pjekim gjithashtu në 200 gradë derisa të jetë gati. Ndërkohë që vendosim perimet të piqe në një tigan, do shtojmë rreth 2 lugë vaj ulliri ose çfarë do lloj vaji që përdorni ju në kuzhinë, një qep të madhe, 700 gram mish viçi i grir, 2 thelpinj hudhër dhe do t'i skuqim shumë mirë të 3 përbërësit. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Do shtojmë 2-3 domate dhe do vazhdojmë skuqjen. Domatet tani nuk kanë sezonin, por unë kam domate të ngrira që nga vera dhe i nxjerr një natë përpara në mënyrë që të shkrinë. Ato janë mjaltë të ëmbla dhe nuk ka nevojë që unë të shtoj pak sheqer ose mjaltë. Por nëse domatet që ju po përdorni janë të tharta, duhet të shtoni patjetër pak sheqer ose mjaltë. Do vazhdojmë me krip, rigon dhe piper të zi. Siç e shihni, masa është gati, është përthithur ajo masa e lëngshme dhe e lëm me një anë. Edhe patullxhanët janë pjekur, edhe patatet gjithashtu, pra i kemi të gjitha gati deri në këtë moment. I shtrojmë në tavë të gjitha perimet. Gjithashtu, nëse dëshironi, ju mund të përgatisni edhe me perime të tjera siç janë kungulleshkat, pra mund të shtoni edhe kungulleshka të pjekura. I shtrojmë në tavë të gjitha, kështu si tregohet në video, dhe do vendosim masën me mish. Nëse dëshironi, unë ndonjëherë përgatis në këtë ndryshe, pra vendos një shtresë perime, vendos pjesën e mishit të grirë dhe lart vendos përsëri perimet. Por në këtë rast e kam përgatitur fiks si receta tradicionale e tyre, vendosa mishin duke hapur shumë mirë. Tani na mbetet vetëm salsa bashamel. Në një tigan të thellë ose tenxhere kam shtuar 100 gram gjalp, 4 lugë miell gruri dhe i skuqim në temperaturë të ulët derisa të marrë ngjyrë, e përziejmë her pas here në mënyrë që të mos digjet. Më pas kam shtuar 800 ml qumësht, mua këtu mu derdh pak, por me kujdes edhe ju në mënyrë që të mos ju hapin punë. E shtojmë pak e nga pak duke e përzier vazhdimisht derisa të na bëhet një masë e trashë dhe kremoze dhe pa kokriza. Pasi është gati, do shtojmë 100 gram djathë. Unë kam zgjedhur djathë kaçkavall, mund të zgjidhni djathin tuaj të preferuar. Kam shtuar krip dhe arr muskati. Arra e muskatit ka një aromë fantastike dhe jep një shije shumë të mirë musakas. Do vazhdojmë përzierjen derisa të tretet, derisa të shkrijë djathi dhe e lëmë me një anë dhe pasi është ftohur do shtojmë 2 të verdha veze dhe do vazhdojmë përzierjen. Kini kujdes, të verdhat e vezeve duhet të shtojmë kur është ftohur dhe jo kur është e nxehtë, pasi në mënyrë që të mos priten.
Masa e basamelit është gati. E vendosim edhe atë në tavë, e hapim shumë mirë në të gjithë sipërfaqen. Unë në sipërfaqen kam shtuar edhe pak djath, e kam ruajtur nga masa e djathit që vendosa në fillim në salcën basamel, e kam vendosur në sipërfaqe dhe e pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Mua më mori rreth 30-40 minuta. Pjekja gjithmonë në varësi të sobët që keni. Shikoni pak se çfarë ngjyre ka marrë. Kjo është një tavë që do pak mundim, por shija është super e mirë. Ju sugjeroj ta provoni. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit.